Jeremia, kapitulli 29, rresht 11 deri në 15. Sepse unë di mirë synimin që e kam me ju, është fjala e Zotit, synimet paqeje e jo mirimi, synoj t'ju jap pasardhësi dhe shpresë. Ju do të më thirrni në ndihmë e do të vini tek unë. Do të më luteni dhe unë do t'ju dëgjoj. Do të më kërkoni e do të më gjeni sa herë që të më kërkoni me zemër të çlirt. Do të lejoj të gjendem prej jush. Është fjala e Zotit. Dhe do të bëj të marrë fund skllavëria juaj. Do t'ju bashkoj nga të gjithë popujt e nga të gjitha vendet në të cilat ju pata tretur, është fjala e Zotit. Unë do të bëj të ktheheni në vend nga i cili ju pata shpërngulur.